Receta me kos që ju heq 10 vite nga fytyra. Kjo mask i ka habitur të gjithë. Nëse jeni të stresuar nga pamja që ka fytyra juaj këto kohë, nga moti i keq ose edhe nga pagjumësia, ka një zgjidhje të thjeshtë që mund të arrihet me produkte të cilat të gjitha mund t'i keni në shtëpinë tuaj. Këto produkte nuk kanë nevojë për kohë dhe aplikim të gjatë, por do t'jenë me rezultate të menjëhershme dhe efektive në dukjen e shëndetshme të lëkurës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Produktet që ju duhen janë lakra. Zjeni lakra dhe lëngun e tyre e përdorni në vend të ujit për të shpërlarë fytyrën. Kosi, një lugë vaj ulliri dhe 3 lugë kos i përzjeni dhe aplikoni në fytyrë. Qumshti arës së kokosit i aplikuar në receta të ndryshme ushqyese për lëkurën do t'japë rezultate të mira në dukjen e saj dhe lehtësimin e papastërtive dhe acarimeve të ndryshme që i kanosen. Përdorimet të tilla të këtyre maskave mund t'japin një mbrojtje më të mirë në dukjen e shëndetshme të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Kosi nuk është vetëm një produkt i shijshëm plot me vlera për të konsumuar. Janë pikërisht këto vlera që ai përmban me shumicë, të cilat mund ta bëjnë lëkurën tuaj të duket më e shëndetshme, më e mbrojtur dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet. Pa nevojë që t'i shtoni asnjë produkt tjetër, Kosi mund të kthehet në një maskë ekonomike dhe vërtet efektive me përfitime të mira për shëndetin e lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Mineralet dhe vitaminat që gjenden te Kosi do ta bëjnë lëkurën tuaj të jetë gjithashtu edhe më e shëndetshme, më e mbrojtur dhe gjithashtu më e pastër. Ka një arsye pse Kosi jep lëkurës së fytyrës një rigjallërim dhe shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënave janë pikërisht këto 4 përbërës, të cilët do të ndikojnë në shëndetin tuaj të lëkurës dhe mbajtjen e saj më të shëndetshme dhe më të mbrojtur. Zinku që gjendet te Kosi është i njohur për veprimin e tij anti-inflamator, i cili do të nxjisë gjithashtu edhe rigjenerimin e qelizave të lëkurës dhe balancimin e gjendrave yndyrore që krijojnë gjithashtu edhe aknet tuaja. Të gjithë e dimë se Kosi përmban minerale shumë të rëndësishme të kalciumit. Ky mineral është përgjegjës gjithashtu edhe për hidratimin dhe parandalimin e tharjeve të lëkurës. Vitamina B nga ana tjetër bën të mundur që të mbroni qelizat e lëkurës nga radikalet e lira, të cilat mund të nxisin edhe prodhimin e yndyrnave të shëndetshme. Acidi laktik është një tjetër përbërës kryesor që gjendet me shumë mundësi te Kosi dhe përfitimet që do t'i japë shëndetit tuaj të lëkurës do ta bëjnë atë një prej përzgjedhjeve më të mira. Ai funksionon si një agent mjaft i mirë dhe mund të kombinohet në mënyra të ndryshme për lëkurën tuaj. Kështu lëkura juaj do t'jetë më e bardhë dhe më e pastër. Por si ta përdorni Kosin për lëkurën tuaj në mënyrë që të merrni të gjitha këto përfitime të rëndësishme? Mjafton që në një filxhan kafeje të hidhni të paktën 2 deri në 3 lugë çaji me kos dhe ta përzjeni derisa të formohet një masë plot homogjene. Më pas e vendosni atë në fytyrë duke treguar me kujdes që të mbuloni të gjitha zonat problematike siç mund të jenë për shembull edhe ato të qafës. Këshillohet që ndërkohë që lyeni fytyrën dhe ta masazhoni me lëvizje rrethore për të nxitur kështu një qarkullim më të mirë të gjakut. Kosi do të fillojë të ngurtësohet pas 5 minutash, duke krijuar kështu edhe një maskë të mirëfillt për mbrojtjen tuaj të lëkurës. E lini për 15 minuta dhe më pas mjaftoni ta njomni duart me ujë dhe përsëri të fërkoni fytyrën derisa shtresa e Kosit të thërmohet dhe të largohet plotësisht. Kështu do të largoni qelizat e vdekura të lëkurës dhe papastërtitë e akumuluara në lëkurë gjatë gjithë ditës. Kosi përmban bakterie të cilat luftojnë të gjitha papastërtitë e mbledhura dhe ndikojnë gjithashtu në lehtësimin e problemeve të ndryshme të saj. Kështu rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse. Por gjithashtu ju mund të parandaloni edhe krijimin e akneve si rezultat i infeksioneve ose poreve dhe papastërtive. Më pas e shplani fytyrën tuaj me ujë të bollshëm dhe e fshini atë me një letër ose peshqir. Nëse keni fytyrë të ndjeshme, këshillohet dhe sugjerohet të shplani fytyrën tuaj me ujë të bollshëm.
sa herë që të ndërmerrni hapat e dur natyral për mbrojtjen e lëkurës tuaj dhe parandalimin e papastërtive të saj. Është e rëndësishme që kosi të integrohet fare thjesht në dietat tuaja për mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Në fund, rezultatet që do të merrni do të jenë mbreslënse dhe gjithashtu lehtësuese kundër komplikacioneve. Përdorimet të tilla të maskave me kos do ju ndihmojnë të keni një lëkurë më të shëndetshme dhe më të mbrojtur. Nëse do të kishte një listë të problemeve që urrejnë më shumë, janë ato estetike. Rrullat padyshim janë një nga shkaqet kryesore. Simptomat e ndryshme dhe plakja e lëkurës mund të shoqërohet gjithashtu me ndryshime të forta në pamjen tuaj. Simptomat e pashmangshme të plakjes mund të sjellin gjithashtu ndikime të forta në pamjen tuaj të jashtme. Prandaj, edhe mënyra se si përpiqeni t'i trajtoni këto shqetësime do të luajë një rol parësor në rigjenerimin e shëndetit të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Tërshëra është një nga përbërësit bazë të maskave dhe një drithi plot dhe ushqyes i pasur gjithashtu me vitamina dhe minerale, gjithashtu edhe me karbohidrate. Ajo promovon rigjenerimin e lëkurës duke ruajtur edhe pH-in e saj. Kosi është një hidratues shumë i mirë edhe për shëndetin e lëkurës. Kështu, përfitimet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për mbrojtjen e shëndetshme të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Në fund, ai mund të ndihmojë në rigjenerimin më të mirë të shëndetit të lëkurës duke evituar komplikacionet. Për hidratimin e lëkurës, ju mund të rigjallëroni lëkurën tuaj dhe çerrën tuaj duke aplikuar direkt kos mbi lëkurën tuaj. Sigurohuni që ta aplikoni edhe një shtresë të trashë në lëkurë dhe përsëriteni maskën 2 ose 3 herë dhe rezultatet që do të keni në fund do të jenë vërtet rigjeneruese për shëndetin e saj dhe lehtësuese për komplikacione të ndryshme. Maskën e mbani në fytyrë për 10 minuta, më pas e shplani atë edhe me ujë të bollshëm. Ju mund të përdorni gjithashtu edhe për të eksofiluar lëkurën tuaj maska të thjeshta natyrale, të cilat mund t'ju ndihmojnë në një dukje më të shëndetshme të saj dhe lehtësim më të mirë kundër tyre. Nëse kombinoni kosin me përbërës të tjerë, ju mund të bëni që të keni një lëkurë të pastër të butë dhe për të evituar kështu qelizat e dëmshme që i kanosen shëndetit të dobët të lëkurës. Në fund, mund të jeni edhe me fat nëse e përdorni atë si një zgjidhje të parë efektive për mbrojtjen e shëndetshme të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Kështu do ta keni më të lehtë të mirëmbani shëndetin e lëkurës suaj dhe të evitoni gjithashtu komplikacione të njëpasnjëshme. Për të realizuar këtë recetë, keni nevojë edhe për këta përbërës: 2 lule shtrydhe të pjekura, një lugë me mjaltë, një lugë gëkos. Pasi siguroni përbërësit e nevojshëm, filloni gjithashtu edhe me aplikimin e kësaj recete. Shtrydhni lule shtrydhe dhe më pas shtoni mjaltin dhe kosin, i cili duhet të jetë i arrirë mirë. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë gjithashtu rigjeneruese për shëndetin e lëkurës. E mbani për 15 minuta në fytyrën tuaj dhe shplani atë me ujë të bollshëm. Kështu, lëkura juaj do të jetë e plot, efektive dhe do të keni një mbrojtje më të mirë dhe të shëndetshme të saj. Përdorimet të tilla të këtyre maskave në kushte shtëpie do ju sigurojnë që të keni një aktivitet më të mirë të fuqishëm për mbrojtjen e lëkurës dhe gjithashtu parandalimin e komplikacioneve të saj. Përdorimet të tilla të këtyre maskave në kushte shtëpie në kombinim me kosin mund të jenë efektive për rigjenerimin e lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Nëse lëkurat juaj është acaruar dhe ka nevojë për trajtime më të specializuara, ju mund t'i ndiqni ato në kushte shtëpie edhe rezultatet do të jenë më të fuqishme. Të keni një lëkurë plot shkëlqim dhe t'i dhuroni asaj energji pas një dite të gjatë në punë ose smogu të madh, ju mund të arrini të krijoni gjithashtu edhe lehtësime të duhura për shëndetin e lëkurës. Në fund do të keni edhe rezultatet e shumëpritura. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.